Ndërsa mbar Franca shënon këtë 13 nëntor 10 vjetorin e masakrës në sallën e koncerteve Bataclan. Një tjetër episod ka treguar se kërcënimi xhihadist mbetet i pranishëm. Ish dashura e xhihadistit të vetëm të mbijetuar nga sulmet e nëntorit 2015 është arrestuar në ndyshimin se po përgatiste një akt të dhunshëm. Gruaja 27 vjeç franceze e konvertuar në Islam nisi një korrespondencë me Salah Abdeslam, 36 vjeç, i cili po kryen burgimin e përjetshëm pas dënimit në vitin 2022. Kurojet e burgut zbuluan se Abdeslam përdorte një USB që përmbante propagandë xhihadiste. Ata gjurmuan origjinë dhe zbuluan se takimet kok më kok që i dënuari kishte patur me shtetasin në fjalë e identifikuar si Maeva B. Më pas setuesit mikëshuan kompjuterin personal dhe telefonin e 27 vjeçares, ku gjetën prova se ajo mund të ishte duke planifikuar sulmet xhihadiste dhe e arrestuan bashkë me 2 bashkëpunëtorët e saj. Me Francën që po përkujton 10 vjetorin e sulmit më të rënd terrorist në historinë moderne, arrestimi ka vënë në dukje se kërcënimi nuk është zhdukur. Sipas ministrit të brendshëm francez, vetëm këtë vit janë shmangur 6 tentativa për sulme dhe niveli i alarmit mbetet i lartë. Mbrëmjen e 13 nëntorit 2015, të rinj të armatosur dhe atentatorë vetvrasës kryen një seri sulmesh të koordinuara, të cilat kulmuan me gjakderdhjen masive në sallën e koncerteve Bataclan në lindje të Parisit, ku mbetën të vrarë rreth 130 persona. Më herët 3 atentatorët vetvrasës u hodhën në erë jashtë stadiumit të Francës, ku po zhvillohet një ndeshje futbolli.